Të qytetit Fierit. Pasi telefonatët bërë nga qytetarët e kësaj lagje, grupi i Gjerimit mbrin në vendngjarje. Tashti tu kemi një shqetësim se ndërmarrja e ujësjellësit ka nënvlerësuar një shqetësim që kanë sjellë qytetarët. Këtu është qartë tubacioni i ujit pishëm dhe që prej gushtit dhe sot e kësaj dite nuk është bërë. Dhe ata i kanë justifikuar duke thënë që duhet marrim lejet e bashkia për të çartë asfalti që të riparojmë të rrjedhjen. Pra ja ta shikojmë nga afër tash rrjedhjen. Ta kthejmë kamerën nga rrjedhja. Këtu është po i vini re tash që do thosh ti po pak po rrjedh. Po kemi që në muaj gusht, thonë qytetarët e kësaj lagje. Kanë qenë muaj gusht dhe situata është e tillë. Dhe ky ujë tash mund të bashkohet poshtë. Kjo tubaçar mund të fusë dhe jemi në zonën më të ndotur me ku kanë qenë ish plerat. Zonë dhe tashti ne njoftojmë ujësjellësin megjithëse ata i kanë bërë njoftimin qytetarët dhe ujësjellësi ka thënë që duhet marrim leje bashkisë. Se di sa vite duhet të marrësh leje, se që nga gushti deri tash s'është bërë asnjë gjë, është le për dëshiruar dhe i tjetër më përshtypej që bëjnë telefon edhe unë nuk shikoj njëri të pronësohet. Se kuptoj qash që indiferencë e njerëzve, qash frika, nuk e di. Kjo është situata në Bishanak të Fierit. Ja pra dashur qytetar, kjo është i thirrje që bëhet ndërmarrës ujësjellës, që të vi ta shikoj këtë, jo për ta gjetë gabim, por qëllimi është që ta riparojmë, se këtu dalin fëmijë të vegjël, edhe ndoten bëhen. Pra, kush ka vesh, le ta dëgjoj. Po thirrja është edhe për pushtetin lokal. Si është puna dhe që pse çfarë leje duhet marrë për të punë? Se kuptoj. Megjithatë, ne e përcollëm atë shqetësimin tonë. Shpresojmë që ndërmarrja e ujësjellësit ta vëri në vend të shqetësim. Për Televizion Apollon, Artur Ustej.